Lavdi Perëndis, që mblidhemi së bashku për të kremtuar shenjtorët tanë të shtrejtë, të cilët janë një udhërfyes për jetën tonë, janë një model për të frymëzuar dhe për të na udhëhequr në udhëtimin tonë të përkohshëm, për një udhëtim shumë i rëndësishëm për të fituar të përjetshmen. Kur I shikoj juve të rinj që jeni këtu, ajo që më vjen në mendje është shenjtorët të cilët na rrethojnë, sepse keni një ngjashmëri të padiskutueshme. Po të shikoni me kujdes ikonat e shenjtorëve dhe disa nga ju që keni pasur mundësinë të lexoni jetët e tyre, shikoni se pak a shumë shenjtorët ishin të rinj, njerëz të energjisë, njerëz të cilët punonin, përpiqeshin, sakrifikonin dhe madje ishin gati të martirizoheshin. Dhe shumë bukur e përshkruan dhe hagiografia e kishës sonë ortodokse, ku në fytyrat e tyre spikat jo vetëm energji dhe rini, por edhe hir brenda tyre. E themi këtë si mundësi dhe si pikë referimi, sepse kjo duhet të ju shoqërojë gjatë gjithë jetës suaj. Ju lavdi Perëndis keni mundësinë që të keni pranë vetes tuaj etër, të cilët ju udhëheqin në jetën tuaj. Ju edukojnë dhe ju nxisin se si të ruani shpirtin tuaj dhe ta stolisni atë me virtytet që Perëndia I ka ofruar gjithsecili. Neve duhet t'i ngjajmë një pyll të bukur, I cili është mbushur me pemë të ndryshme, ku gjithsecila ka lirinë dhe dashurinë e vet për të jetuar edhe për të gëzuar në atë habitat të saj, por kur dielli që I ngro është ai I cili është I përbashkëm. Kështu është edhe besimi ynë. Ne jemi persona të ndryshëm, me karaktere të ndryshme, me formime të ndryshme, por në fund fare ne I përkasim Perëndis së jetës, Zotit tonë Jezus Krisht, I cili na dha modelin e Tij se si njeri duhet të jetojë, si njeri mund të udhëtojë dhe si ky njeri mund të shpëtojë shpirtin e tij. Prandaj për herë kisha nëpërmjet mënyrave të saj, qoftë duke I rënë këmbanës, qoftë duke lexuar Ungjillin, qoftë duke dërguar mësuesit e saj, po qoftë edhe me etrit e saj, ajo për herë është një këmban e cila troket në shpirtin e gjithë secilit, që ne të mund të edukohemi shpirtërisht e ta duam Zotin me gjithë shpirt. Shpeshherë në moshën tuaj, kur ne kemi qenë dhe gjithë të tjerë kanë qenë, pyesim se çfarë do bëhet me jetën tonë. Shpeshherë ndodhemi në udhkryq, shpeshherë jemi konfuz, e megjithatë ne do I drejtohemi Perëndis duke thënë, Zot, unë jam shërbëtori I jote, unë jam shërbëtori yt. Çfarë do bëhet me mua? Dhe keni për të parë se Perëndia do dërgoj mesazhin e Tij nëpërmjet një mësuesi, nëpërmjet një ati, nëpërmjet një fenomeni të caktuar, dhe keni për të kuptuar që Perëndia do t'ju ftojë. Dhe nuk do t'ju ftojë thjesht të vinit këtu në këtë kishë sot, dhe as për të psarur një herë në një kishë, por do t'ju ftojë që të përfshijë gjithë qenien tuaj, t'ju përfshijë brenda vetes së Tij e t'ju mund t'ju shenjtërojë, t'ju mund t'ju gëzojë shpirtin tuaj. Prandaj kushdo që ndodhet në këtë udhkryq në jetën e tij, le të ngrejë sytë të drejtohet Perëndis dhe të kërkojë ndihmë tek ai. Dhe përvoja e shenjtorëve ndër shekuj dhe deri në ditët e sotshme na tregon se Perëndia e ka dërguar përgjigjen e Tij. Është gati aty për të ndihmuar çdo I cili e kërkon atë, por me një kusht. Ai nuk kërkon që neve të jemi kur kemi ne mundësi. Ai ne kërkon të përfshihemi të gjithë. Gjithë që ne jonë t'i përkasi Perëndis. Edhe kështu neve do përpiqemi të ngjajmë atyre ikonave që përshkruam në fillim. Me hir, me shpresari dhe me vitalitetin të cilin ju e keni brenda jush. Gjëja e dytë në cilën do doja të ndaloja është se kur Atë Grigori, drejtuesi juaj shpirtëror, më tha se do një grup nga rinia do të ishte prezent në kishën e Fjetës së Shëmërisë, më erdhi në mendje bekimi që dërgon Perëndia për çdo brez dhe racë njerëzore që ka ardhur, për herë ka pasur në qendër të ty rinin, sepse ajo është energjia e cila sjell shpresë, sjell bekim dhe sjell përparim në jetët dhe në shumë fusha të tjera. Prandaj do përpiqemi për herë ta ruani këtë entuziazëm, këtë energji që keni, dhe asnjëherë mos u ndini të vetmuar, asnjëherë mos u ndini bosh, sepse nuk jeni vetëm,
sa më tepër ne të cilët jemi të pagëzuar, sa më tepër ne që kemi engjëllin mbrojtës, sa më tepër ne që kemi modele shenjtorët. Dhe neve do duhet të jemi ndërveprues, sepse Perëndia na fton për të qenë të gjallë, aktiv. Dhe do doja t'ju ofroja një shembull të gjallë në kishën në cilin ne ndodhemi këtu, që është Fjeta e Shëmërisë. Siç e dini, ndër shekuj këtu janë kryer shërbesat qendrore të zonës së Shpatit të Poshtëm. Dhe në vitin e mbrapsht të komunizmit të 67-s, kjo kishë u rënua totalisht. Kur atëherë menduan se çdo gjë është e groposur, në fakt nuk ishte e vërtet. Përsëri Zoti triumfoi. Si ajo fara e grurit, të cilët tani në këtë periudhë burqit dalin dhe e mbjellin, dhe kur gjithë mendojnë se ai do kalbet sepse stina dimrit shumë shpejt po afron, për çudinë të gjithëve, jo vetëm që nuk kalbet, por ajo shpërthen, sjell jetë në veten e saj, dhe jo vetëm jetë, por jep dhe fryte. Kështu ndodhi edhe me neve, dhe në çdo kom tjetër i cili është përballur me komunizmin. Këtu të krishterët e kësaj zone të fshatit Shtërmen u mblodhën të ri edhe të moshuar dhe ndërtuan këtë kishë. Dhe së fundi, përpara afër një viti, ndoshta nuk është mbushur akoma, ata ndërmorën një iniciativë tjetër, u thequr nga prifti i Enorisë, edhe me bekim të veçantë të mitropolitit Andon, dhe historisën të kishë siç mund ta shikoni sot. Sepse ata ndjen nevojën se të duash Perëndin, ti do duhet të jepesh i tëri. Dhe u përpoqën dhe stolisën ashtu si ka hije. Se nuk mund të jetonin dot një paradoks, ku shtëpitë e gjithsecilit janë stolisur dhe ngritur me kate, dhe shtëpia e Perëndis ishte lënë, le të themi në një farë mënyre, në plan të dytë. Kështu që lavdi Perëndis i zbukuruam këtë kishë për t'i dhënë dinjitetin që i takon, për treguar se Perëndia na bekon me bekimet e tija, por dhe ne themi atë që thot prifti në liturgjinë hyjnore. Të tuat nga të tuat, o Zot, ti na i dhe bekimet, ti na i dhe shëndetin, ti na dhe jetën, ti na i dhe energjit, ti na i dhe kreativitetin, ti na ofrove pasurinë që kemi, dhe neve një pjesë nga ajo do ta ofrojmë. Sepse kushdo që jeton në këtë fshat e ndjen si pjesë së tij. Dhe lavdi Zotit ne u përpoqëm të mund ta shpërndajmë këtë lloj iniciative tek të gjithë, ku gjithsecili kishte mundësi të kontribonte. Gjithashtu do doja në pikën e fundit të theksoja se juve të rinjt, veçanërisht juve të rinjt, jeni afër komunitetit, afër priftrive, dhe kishat t'i ruani si pjesën tuaj më të shtrenjtë. Ti stolisni ato, duke u përpjekur në të gjitha mënyrat. Dikush me zërin e tij, dikush tjetër duke u shërbyer si mësues, dikush tjetër me jetën e tij, dikush tjetër me të ardhurat e tij, ka plot mënyra për të afruar çdo njeri në kishë ortodokse. Sepse ajo është një vend i gjallë, është një vend i shenjtorëve, është një vend ku neve takojmë Perëndin. Në mënyrë të mistershme, Perëndia zbret çdo liturgji nga qielli dhe bashkë me shon këtu me ne. Dhe neve ato që kemi ofruar, që është buka dhe vera, pasi lutemi, edhe pasi e bekojmë atë, ajo shndërrohet në trup dhe gjak të Zotit tonë Jezu Krisht. Ai i cili shëntron jo vetëm shpirtin ton, por edhe trupin ton. Dhe jo vetëm kaq, por e marrim të shenjtëri dhe e transmetojmë tek familjarët tanë, tek enoria në cilin ne jetojmë. Ndaj lut Perëndin që t'ju ruaj juve, e t'u bekoj e t'u ndriçoj, që të keni entuziazëm, shpresë dhe dashuri brenda vetes tuaj, dhe ëngjëlli rojtar i shpirtit tuaj t'ju shoqërojë në çdo hap të jetës suaj. Perëndia t'ju bekoj dhe javë të mbar edhe Zotin në zemër.